Moderatorja e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, ka sjellë sërish një moment magjik nga jeta e saj familjare, duke ndarë në Instagram Story një video që menjëherë u bë virale. Në pamjet e publikuara, protagonistja është Luna Mari, vajza e saj me artistin e njohur Luis Eili, e cila shfaqet duke vrapuar e lumtur në rrugët e Tiranës. Me flokët kaçurela, veshur me një palltoros të butë dhe tuta sportive, vogëlushja duket si një engjëll i vogël që shpërndan gëzim e pastërti në çdo hap që hedh. Kiara e ka shoqëruar videon me një mbishkrim të thjeshtë por plot dashuri e humor, pjesë e maratonës, duke i dhënë ndjekësve një ndjesi ngrohtësie e pozitiviteti. Pamjet tregojnë momentet e një fundjave të qetë familjare, ku Luna Mari po shijon ditën jashtë, nën kujdesin dhe dashurinë e prindërve të saj. Me mënyrën e saj të natyrshme, spontane dhe të pafajshme, vogëlushja ka rrëmbyer sërish vëmendjen e rrjeteve sociale. Në pak orë, videoja e ndarë nga Kiara është shpërndarë gjerësisht dhe ka marrë me dhjetëra komente plot dashuri nga ndjekësit. Shumë prej tyre kanë theksuar se Luna është një kopje e ëmbël e prindërve të saj, duke i quajtur familjen Eili si simbolin më të bukur të dashurisë dhe harmonisë familjare në showbizin shqiptar. Ka ardhur në jetë me një dritë të vetën, shkruajnë ndjekësit, teksa komentojnë buzëqeshjen e saj të pastër dhe mënyrën si vrapon plot gëzim në rrugë. Kiara dhe Luizi, që pas daljes së tyre nga Big Brother VIP, kanë mbetur në qendër të vëmendjes, jo vetëm për karrierën, por edhe për mënyrën se si po e rrisin vajzën e tyre me shumë dashuri dhe kujdes. Ata shpesh ndajnë momente të veçanta me publikun, duke ruajtur gjithashtu një ekuilibër të ndjeshëm mes jetës publike dhe asaj private. Edhe pse janë një nga çiftet më të komentuar, ata dinë të përcjellin mesazhe pozitive, familjare dhe plot dashuri. Kjo video e fundit, përveç se një postim i ëmbël, është një kujtesë e bukur se lumturia shpesh fshihet tek gjërat e vogla, si buzëqeshja e një fëmije apo një ditë e thjeshtë në diell. Për Kiarën, çdo moment me Luna Marin është një festë më vete, ndërsa për publikun, çdo paraqitje e vogëlushes është një rrezë drite që ndriçon rrjetet sociale.